është që po folë, rrugës që shkryet puna. Mirë. Jo, java ka lu nuk shqip qka. E të vejnësit, e nuk i kom bërë e planës së planë. Po shash, po fyjesh, po të gjëjtë fëmija, po të gjëjtë familja, Po aja që është paralajmëruar që disa vite, vrejhet edhe në raportet vendore dhe ndërkombëtare, por fatkeqësisht në ardhur një pozitë që qeveria në detyrë dhe ministri në detyrë të krenohet me stagnimin ekonomik, e jo me rritjen ekonomike, se kemi stagnim ekonomik që disa vite radhazi jemi me 3 deri në 4% rritje ekonomike, pa marrë parasysh shkallën e lartë të inflacionit që është 6-7%. Dhe kur ti merr këtë shkallën e lartë të inflacionit dhe krahason me rritjen ekonomike, atëherë shifrat dalin negativ. Po pa ka rëndësi se çka thot ministri në detyrë, sepse ai vetëm punë që din me bën kamuflazhin e mashtrimin publik që disa herë radhazi që e bën, sa është e vështirë gjendja ekonomike, sociale edhe qytetarëve, edhe bizneseve, edhe ekonomia në përgjithësi me indikacionet të gjitha që janë negative. Do më thonë, kemi rritje të nivelit të çmimeve, kemi emigrim, rritje të normës, do më thonë të shkallës e migrimit të popullsisë, kemi stagnim ekonomik, kemi rritje të kostove operative të bizneseve dhe të qytetarëve, kemi dëmtim të klimës së bizneseve dhe investimeve në Kosovë. Dhe kjerejt këto faktorë kur të merren parasysh, rritja ekonomike aja nuk qëndron, do më thonë është ma shumë thjesht statistikë se sa që mundet me marrë për bazë dhe nuk mund të krahasohesh me një vend që të ardhurat për kokë banori ka shumë fish më të larta se sa një qytetar i vendit tonë që të ardhurat për kokë banori ka shumë fish më të larta. Po indikacionet që janë deri me tani, si nga raportet vendore, si nga raportet ndërkombëtare, si nga ajo që shihet nga analizat që i bëjmë dhe përcjellim vazhdimisht, më thonë është aty, 3-4% që sillet që disa vite. Por kjo nuk është rritje ekonomike. Kosova ka nevojë për rritje të përshpejtuar për 8-9-10%. Për me u përafru me vendet e rajonit, se lema që nuk me zona duhen edhe dekadat e tëra, por me u përafru dhe me thonë me vendet e rajonit me një rritje 7-8 ose 10%. E që fatkeqësisht, duke parë mendësinë qeverisë të kësaj qeverie, unë nuk pres një gjatë të tillë, pres thëllim të varfërisë, degradim ekonomik e social dhe krizë ekonomike e sociale, sidomos të mbyllja vendet e punës dhe bizneset nuk kanë likuiditet financiar që t'i përmballin borxhet e tyre. Po vitet e kaluara ka qenë 4%, tash e ki 3,6%, do më thonë, atë çka do më thonë, a kemi rritje apo ramje ekonomike? Në rastin konkret kemi ramje ekonomike, ka qenë 4,1%, tash parashihet me kanë 3, është mbyll me 3,9%, këtë vit parashihet me kanë 3,6%, do më thonë kemi rënje ekonomike. Duke mos e marrë për bazë shkallën e inflacionit që parashihet sipas raportit të Bankës Qendrore të mbyllet me 6,7%.